që kjo kultura e trafikut urban duhet me u rregullu. Na sot jemi shoqëri që i dojmë veturat, edhe jemi shumë të orientuar ka veturat, kjo ka pak edhe sepse nuk kemi zgjidhje shumë të mira. Na i dojmë veturat edhe gjithmonë lëvizim me vetura. Kur po thomun 2.35, po mendoj edhe zgjidhjen pak më afazgjate të trafikut. Nuk ka të bëjë vetëm me sjell autobusat, duhet me deincentivizu përdorimin e veturës. Duhet zonën qendër me bot shtrejt, që mos me mujtë të marrë në qendër me veturë veç për pikë qefi. Duhet me bot shtrejt edhe parkimin në qendër. Edhe ti vetë po më thu që ai vjen në vend punës edhe ka stres apo gjon parking ajo. Që kjo është arsyeja pse ai mundet me përdor parkingun në hyrje dhe merr autobusin pa vonesë, pa shpenzime, pa probleme tjera, mbrin deri te pika e tij. Pra, unë kuptoj që disa gjëra lypin edhe ndryshim të qasjes, edhe të kulturës, prandaj vjen më shumë kohë. Unë s'po premtoj mrekullina, zgjidhem rreth një mandati. Unë po zotona për veprimet e mia në 4 vjeçarin e parë, por po e di që disa çështje janë shumë problematike dhe kërkojnë më shumë kohë.